Të dashur shqiptar, emri i ylberit në gjuhën arumune është kulubeau, kulubeari, kulubeare. Është kopje e variantit rumun kurkubeu. Çdo thot kurkubeu në gjuhën arumune është formuar nga fjala harku, që është kurku në gjuhën rumune, dhe nga fjala beare ne kuptojmë që kjo vjen nga latinishtja bibere, do të thot me pi, dhe është në të gjitha variantet e gjuhëve romane. Pra, kuluveri do thot harku që pi. Nga dim në këtë, e dim nga varianti i greqishtes. Cigraz të luri. Fjalë për fjalë, luri është brezi, harku, ylberi, dhe gra është shënmëria e vjetër, plak, gruaja. Pa është përkthyer fjala e greqishtes së re, si tokë fjalësh, është përkthyer në gjuhën arumune. Por është përkthyer me kuptimin e ylberit që ndjell shiun. Harku që pi. Ky është kuptimi, kjo është regjistruar edhe në gjuhën napoletane në Itali, edhe në gjuhën franceze, është harku që pi. Tani ç'a ndodh? Kuluveri, kulubeari e arumanishtes bëhet ylberi në gjuhën shqipe. Dhe këtë unë kam shpjeguar në një film tjetër, ku fillova të qaja. Pastaj gjeta gjuhën arbreshe. Dhe gjuha arbreshe thot që fjala ylber vjen nga fjala dylber. Po ne e dim që fjala dylber në gjuhën turke do thot një djalë i vogël, një djalë i bukur. Dhe në gjuhën e banorëve të bregut është gjithashtu vajzover. Pra arbreshët menduan që një djalë që përdoret si vajzë. Pse mendonin këtë? Sepse në Turqi dhe nga spahinjt turq që u vendosën në Shqipëri, përdoreshin djemt e vegjël për të bërë dashuri, dhe të gjitha poezitë e shkruara nën pushtimin turk janë poezitë e Bejtexhive, kushtuar djemve të vegjël. Shqipëria është ishulli i Epsteinit. Për 500 vjet, turqit na kanë bërë dylber. Arbreshët, duke menduar që gjuha shqipe është gjuha nën, lexojnë fjalorin e Frank Bardhit, një prift, i cili gjithashtu mendon që fjala ylber vjen nga dylber, pra një prift është marrë me etimologji. Dhe arbreshët i besojnë tokës nën, që ishte dylberizuar për 500 vjet, e marrin fjalën dylber dhe e fusin në gjuhën e tyre dhe heqin fjalën kuluver, që se kuptonin. Pra fjala kuluver vjen nga arumanishtja, nga kurku beari. Fjalë për fjalë, kulubeari, kuluveari, do të thot brezi që pi. Harku që pi. Brezi i plakës në gjuhën greke, brezi i shënmërisë. Gjuha çame e shikon këtë kuluver dhe e kthen në vaj dhe me ver. Pra, fjala ver e shqipes i përgjigjet fjalës vevere në gjuhën napoletane dhe veari, beari, beare me pi në gjuhën arumune. Pra me etimologji popullore, gjuha çame e përkthen ylberin me vaj dhe me ver, ose uthull dhe ver. Pra çamët nuk dinin gjuhën arumune, që flite në Greqi. Pra gjuha shqipe nuk kupton arumanisht, e ka marrë këtë fjalë nga arumunët. Do të thot harku që pi.
Shqipëria pushtohet për 500 vjet nga turqit dhe ylber Frank Bardit i duket si Dylber, arbreshët na besojnë neve dhe e bëjnë fjalën Dylber, fjalë zyrtare të ylberit, ndërkohë që fjala shqipe ylber, që mbajmë ne, nuk ka lidhje me Dylberin fare, siç duket, është kopje e tokfjalçit harku që pi në gjuhën rumune dhe arumune. Në gjuhën rumune është kurku beu. Kurku, harku, beu që pi. Kjo nuk është bërë nga inteligjenca kompjuterike. Kjo është bërë mbas konsultimit me miqtë e mi në TikTok, duke biseduar deri në orën 3 të mëngjesit çdo natë. Dhe kam disa miq që njohin dialektet arvanitase, dialektet arbreshe dhe diskutojmë pa pushim. Prandaj lidhuni me ne, se po gjejmë fjalë të shqipes. Pra unë këtë e kam gjetur në vitin 2020. Por kur ndesha arbreshët, kujtova se ata kanë gjuhën primordiale, me që u larguan nga Shqipëria, të shkretët, ata kanë mësuar variantin e keq të Frank Bardhit, i besoni një prifti, pra priftërinjt janë marrë me etimologji dhe kanë prishur gjuhën arbreshe, por dhe atë shqipe. Pra mos u besoni priftërinjve, nuk mund të merret një prift me etimologji. Kjo është zbuluar gjatë studimit tim të fjalorit të Frank Bardhit, i cili ka prishur gjuhën shqipe. Ka futur fjalën turke Dylber duke menduar primordiale mbi fjalën ylber. Pra fjala ylber e shqipes është primordiale dhe është kopje e aromanishtes, harku që pi. Pra unë pas kam patur të drejtë në vitin 2020. Dhe nuk i duhet i besuar gjuhës arbreshe, sepse arbreshët janë ndikuar nga njerëz gjoja të ditur, priftërinj. Një nga këto arbresh ishte Kamarda, i cili thoshte që gjuha shqipe vjen nga gjuha greke. Këtë e kopjojnë arvanitasit dhe ne thonë që nuk jemi shqiptar, edhe sot e kësaj dite, jo se kanë frikë nga grekët. Nuk kanë frikë fare. Ata thonë që ne nuk jemi shqiptar, sepse këtë thonë dhe arbreshët. I kam dëgjuar në YouTube dhe në TikTok. Dhe atje nuk i shtyp njeri arbreshët. Ato thonë jam arbresh, nuk jam shqiptar. Dhe ka krijuar arbreshi një fjalë Dylber në fakt nga fjalori Frank Bardhit. A shikoni çfarë po ndodh? Njerëz të paditur, primitiv tek arvanitasit dhe njerëz të paditur arbresh kanë prishur gjuhën arvanitase dhe gjuhën arbreshe. Pra Kamarda, si prift ortodoks, i ka bindur arvanitasit që ata janë grek dhe janë pellazg. E shikoni çfarë dëmi i ka bërë ideja e pellazgjisë, Shqipërisë, fjalorit të Shqipes. Arvanitasit nuk e quajnë veten shqiptar. Tani nuk ka rëndësi si do e quajnë ata veten. Por nuk janë grek, ndërkohë që arvanitasit thonë janë grek me bindje, jo nga frika. Arbreshët thonë që janë fisi lashtë pellazg, grek me bindje, jo nga frika, se nuk po i shtyp njeri arbreshët në Itali. Pra ju e kuptoni që psikopatia e turbo-albanëve ka filluar që në shekullin e 15. Ka evoluar me përfitërinjt shqiptar, është bërë shkaku i rilindjes dhe rilindasit e prishën gjuhën shqipe. Dhe kanë shkatruar. Disa rilindas arbresh mendojnë që vjen nga fjala Dylber e turqishtes, disa kujtojnë se është me vaj dhe me ver, çam, arvanitas, vaj dhe uthull. Sepse fjala ver me pi nuk është në Shqip, e kemi marrë nga arumunët. Pra ky tok fjalësh është arumun. Dhe ne jemi përpjekur ta përkthejmë në Shqip këtë tok fjalësh. Arvanitasit, çamët, arbreshët kanë prishur gjuhën shqipe, duke menduar se ata janë pasardhës të pellazgëve. Pra çmenduri nuk e ka krijuar një zonjë nga Pradeshi. Kjo është çmenduria e të gjithë shqiptarëve dhe po ju them një herë mirë që arvanitasit janë shqiptar. Emri
Arbresh, Arvanitas, vjen nga fisi grek pontik, Arbanon, që është një variant i greqishtes Albanoi. Pra dhe në Shqipëri, Albanopolis është qytet grek, kryeqyteti i fisit helen Albanoi, edhe emri Arbanopon në Pontik dhe Arbanopolis është emër grek, varianti Albanoi ose Albanoi. Pra të gjithë shqiptarët, grek, arvanitas, arbresh, ortodoks, katolik, janë të çmendur. Përfundimisht, fjala Liber është huazim nga arumanishtja, harku që pi, e sigurt. Dhe arbreshët me njëherë duhet të kontaktojnë me mua, të gjithë arbreshët, sa të jenë 500.000, 1.000.000, 200.000, duhen bërë antar të akademisë son, jo të akademisë së shkencave, akademisë që kam ngritur unë personalisht, një njeri, një akademi, që punon me inteligjencën kompjuterike, e cila i aprovon të gjitha zbulimet që kam bërë unë. Përfundimisht, ylber është fjalë arumune në Shqip. Kuluver tek arumunët. Kurkubeu në gjuhën rumune, harku që pi. E kuptoni apo jo? Beari do thot me pi, beare në gjuhën arumune. Tmer. Dini pse është tmer? Sepse Norbert Jokli mendonte që vinte nga fjala yll dhe ber harku. Norbert Jokli, Gustav Mahleri, Holger Pedersen nuk e dinin që ne flasim gjuhën e qenve. As qenët nuk lefin kështu siç flasin shqiptarët. Marrin fjalë rumune, marrin fjalë greke, i përzijmë, interpretojmë fjalë të tjera me shqiptim të ngjashëm dhe krijojmë fjalë të reja. Pra ne gjithmonë jemi marrë me etimologji, me pellazgji nga shekulli 15. Ne e kemi prishur vetë gjuhën shqipe. Nuk ka gjuhë arvanitase, nuk ka popull arvanitas, o të marë, nuk ka popull arbresh, këta në emra grek. U bindët përfundimisht. Nuk ka fjalë dylber në Shqip, e ka shpikur Frank Bardhi, duke menduar që vjen nga turqishtja. Fjala është ylber dhe do të thot harku që pi. Tani mund të qani sa të doni, siç kam qarë dhe unë, me vite me radhë. Tash është radha juaj. Qani o të mirë. Qani. Mirë pafshim në filma të tjerë shkencor.